aman që shumë njerëz kanë kënë federatën, thash, aman përgjithësi federata për kampionat dhe për klubet, këtë varfërit klubeve, apo unë i kam thonë që unë mendoj që jo, se shpun ka federata me klubet janë private. Po ku me klubet janë private? Po pra. Klubet janë private, po kanë mbështetjet më dhe nga federata. Kanë mbështetje si s'kanë në infrastrukturë, në edukim kuadroshe, nga çdo gjë. Liga amatore, gjitha që janë që zmadhohet ajo baza. Ka si s'ka, po tash njerëzit njerëzit kanë qef me shak, edhe me marrë kupën e botës, dhe thojnë pse fitoj 2-1, po nuk e kam ke njerëzit, po desha ta sqaroj për vetë faktin, se si që thash, e majmë në tia unë, ka qenë federata i zyrë aty që vite era orin ke Kashia. Ashtu ishte koha, së që. Po tash i ka morë, nuk është koha, po edhe një menaxhim të mirë ka pas federata. Se ke një nga federatat ti ke qenë jashtë, ke një nga federatat më të bukura si kompleks. Pa diskutim që koha bot vetën. Pa. Ne në atë kohë kishim $1 milion vetëm për me rrugullu federatën, kur ishim po shkallëve. Pa. Edhe si prekshim dot se jo s'bishin dakord, jo s'gjeshim venin, s'gjeshim tokën. Në kohë i kishit $1 milion. $1 milion për të... Pa. I shkoj që kush ishin atë kohë udhëheqësve. Qoj që atë e lirë medën ke një nga të ka qenë i fusha dhe ke fakulteti, ke shkencët. Po, ke fakulteti shkencët. Aty ishe i vend që mund të bojshim neve. Erdi Platinia me gjithë blatën. Fusha zezë. Po, i funit ka ardhe dirama me mushmenin ati dhe nuk jam mushi dot. Filloj të esha edhi atë e biles. Qin? Edhe ati kishin të rektorin që nuk hap të rrugë. Se po të ndekët ishe aty nuk e bëshim dot, se do leje. Si puna tokës dhe me, ke je privat, po s'japi leje me ndërtu. A kuptote? Kështu që